varemi nga ai dhe sipas meje jemi në zgjedhje. Duke u nis nga ajo që ka ndodhur deri tani, shihet se pra Kurti se ka pas me rëndësi zgjedhjen e presidentit, për shkak se ai këto marrëveshjet politike për president, sikur ta kishte pas me rëndësi, i kishte bo kur e ka bo qeverin. Fa i kishte ftuar në koalicion qeverisës. Palët e interesume për bashkëqeverisje, ku e kishte përfshi edhe çështjen e presidentit. E në qenë se ka bo këte edhe ka pas edhe një mundësi me bo kujdes me partitë opozitare, ishte rasti i buxhetit. Për shembull, ne në Aleancë e kemi pas tefër të rëndësishme dhe e kemi përfundimin e autosholes Dugagjinit, ose përëndimi që nuk është vështirë Dugagjinit e gjithë Kosovës, sa ja prej Zubin Potokut në Prizren, Zubin Potok, pra Skenderaj, Stok, Pej, Deçan, Gjakov, Prizren. Pastaj edhe përmbyllja e këtyre autosholes që kanë bet pa kryme, ne kemi pas dëshirë që me i rikthy këto projekte, përfshi për Dolc Gjakov, Kiev Pej, Përdheun e Bardh, se autoshola Gjiranit është shumë keq, me përfundu si ka i edhe këtë të Mitrovicës, edhe të Podijevës, nuk ka shprehje ka dëshmëri për bashkëpunim, por na ka muhu mundësin e bashkëpunimit, pra muj me thonë që nuk e shoh të interesuar, ose nuk mendoj që e ka pas me interes madh ose me rëndësi zgjedhjen e presidentit, pra kështu kësaj ne përfundojmë zgjedhjen. Pra nuk ka asnjë alternativë që t'i shmangemi zgjedhjeve. Nuk besoj se ne varemi nga ajo. Për shembull, nëse shifni ai ka 66 deputet tash të vet. Nga këta 66, për shembull, ai është dashur me investu këtë kapital politik me kohë edhe për presidentin, pra jo vetëm për qeverinë ose jo i vetëm, me marrë vendime për buxhetin e pat, kur ju deshten votimi e marrëveshjeve ndërkombëtare, duheshin 2/3. Po. Edhe opozita i votoi këto marrëveshje, për shembull unë i votova, Aleanca i votoi, votuam edhe një për shembull impiant për ujrat e Zezan Potijev, që është ndihmë e madhe, votuam për drejtat e studentëve tonë që studiojnë në vende të ndryshme të rajonit. E votuam shumë marrëveshje financiare që përmirësojnë jetën e qytetarëve tonë. Mirë po, për shembull, ne këto e bëm se ndjejmë për detyrë. Ai nuk e ndjeu për detyrë kur e votoi buxhetin me bashkëpunu me opozitën, por në këtë rast nuk kam vetëm me Aleancën, se ka mujt me Aleancën jo, si tani, po ka mujt me LDK-n, me PDK-n, pra varemi nga ai dhe sipas meje jemi në zgjedhje. Zotri Haradinaj, nuk ka asnjë komunikim mes jush dhe zotrit Kurti, qoftë edhe në kanale jo zyrtare? Jo. Sepse duhet të dim se pse nuk ju fton në takim duke pas parasysh që ju keni 6 vota në parlament. Dhe një opsion i numrave që po i dëshiron Kurti është LDK dhe AAK. Jo, nuk kemi komunikim. Nuk i dëshiron, sa i pas dëshiru të rgova, ka pas mundësin kur o votu buxheti, të paktën me pranu ndonjë amandament të opozitës. Ja, për shembull, këto ditë kemi problemin e rrugës që shkon për Kuqisht, në për Rrugovë, që është shumë keq. Edhe ne i kemi pas do ide për disa veprime, është dashur mu hek ligji për parkun kombëtar, një marrëveshje e vogël, që mos me i pengu njerëz me atje ku jetojnë, në Rrugova është vendbanim. Familje jetojnë atje, tash nuk i lënë me çu material ndërtimor. Pashtu janë me qindra ose mira njerëz që kanë ndërtu stane, dëbane, ato janë veç me dru ose objekte që nuk janë përhershme, edhe janë për procese gjyqësore. Pa ne kemi pas shumë çështje me ngrit, në gjithë vendin këto janë, nuk janë veç në Dugagjin, por në gjithë vendin, ki edhe në Prizren, ki edhe në Ferizaj, ki edhe në gjitha zonat e bjeshve tona, Dragashe Kudion. Ne i kemi pas disa kërkesa, po nuk ka desh bashkëpunim, pra nuk kanë ofru bashkëpunim.